Shqipëria e rrjeteve sociale dhe paftësia për të dalë nga mjerimi. Në Shqipëri, sot më shumë se kur, rrjetet sociale janë kthyer në pasqyrën më të dhimbshme të realitetit tonë shoqëror. Kushdo që merr guximin të hapë një profil, të lexojë një status, të dëgjojë një video ose të ndjek një lajm në Facebook, Instagram apo TikTok, ndeshet menjëherë me një mori ignorance, urrejtjeje. Analfabetizmi funksional dhe një ligësi të shfrenuar që duket sikur është bërë mënyrë e të jetuarit. Komente pa lidhje, thyrje, sharje, racizëm, mlef i pa kuptim kundër gjithçkaje dhe kujto, një atmosferë helmuese që nuk lë hapësirë për dialog, për mendim kritik, për analizë apo për respekt. Në vend të argumentit, mbizotëron ofendimi. Në vend të debatit, mbizotëron histeria. Në vend të dijes, mbizotëron padija. Dhe kjo është fytyra e një shoqërie që ka mbetur peng i tranzicionit të pafund. Pse ka ndodhur kjo? Sepse ky popull është lënë për 35 vite në errësirë, në varfëri ekonomike e kulturore, në propagandë politike dhe në një sistem arsimor të dështuar që nuk arriti kur të formojë qytetar të lirë e mendje hapur. Paftësia e politikës shqiptare për të investuar te njeriu, te mendja dhe shpirti i tij, ka prodhuar një masë të madhe njerëzish që mjaftohen me urrejtjen dhe ligësinë. E gjithë kjo ushqehet e mbështetet nga një sistem mediatik që preferon konfliktin ndaj debatit, sensacionin ndaj të vërtetës dhe sharjen ndaj argumentit. Kur hyn në komentet e një profili publik, një faqeje lajmesh apo një statusi, sheh një mori njerëzish që derdhin mlef, ofendojnë, kërcënojnë, qeshin me problemet e të tjerëve, i vënë zjarrin çdo lloj mendimi që bie ndesh me ignorancën e tyre. Dhe atëherë kupton pse ky vend ka mbetur në tranzicion, pse këtu nuk bëhet kur shtet, pse çdo reformë dështon, sepse nuk ka një popull të ndërgjegjshëm që ta kërkojë me ngul ndryshimin. Ka një popull të lodhur, të irrituar, të polarizuar, që nuk arrin të ndërtojë një urë komunikimi me tjetrin. Mendja largohet gjithnjë e më shumë. Pikërisht për këtë arsye, mendja dhe shpirti i shqiptarit që ka një grim dritë brenda vetes largohet çdo ditë e më shumë nga ky vend. Largohet shpirtërisht dhe mendërisht, e më pas edhe fizikisht, duke kërkuar një të ardhme më të mirë. Largohet sepse këtu gjithçka është kthyer në një armiqësi të hapur ndaj dijes, kulturës dhe çdo vlere të shëndosh. Largohet sepse nuk ka hapësirë për zhvillim personal, për të shprehur mendimin lirisht, për të jetuar me dinjitet. Në Greqi, Itali, Kroaci, Amerikë e vende të tjera, emigrantët tanë, edhe pse të huaj, janë trajtuar më mirë se në vendin e tyre. U është njohur puna, u është respektuar djersa, u është dhënë mundësia të ndërtojnë jetën e tyre dhe të kontribuojnë në shoqëri. Atje nuk të kërkon kush të jesh militant i partisë për të marrë një shërbim. Atje nuk të kërcënon kush nëse ke një mendim ndryshe. Atje nuk të ofendon kush publikisht për mënyrën si mendon apo si zgjedh të jetosh. Shqipëria, një zonjë e rëndë alla se be zonjë. Shqipëria sot është kthyer në një zonjë të rëndë, e cila pretendon shumë, por në fakt nuk di të bëhet zonjë në shtëpinë e vet, është e kapur nga paftësia dhe nga një popull që ka mbetur peng i ignorancës së vet. Ky popull, i varfëruar shpirtërisht dhe ekonomikisht, nuk arrin dot të thyej këtë rreth vicioz të urrejtjes dhe mlefit. Për pasojë, Shqipëria vazhdon të mbetet në vend numero, një vend që rreket të bëhet pjesë e Europës, por që në realitet ka ngelur peng i një mentaliteti mesjetar ku mbretëron ignoranca. Çfarë duhet bërë? Shqipëria duhet të investojë te qytetari, te dija, te kultura dhe te respekti. Ky vend nuk do të bëhet kurrë pa një popull të arsimuar dhe të emancipuar. Nuk do të bëhet kurrë pa një shoqëri që di të komunikojë pa sharje, që di të argumentojë pa urrejtje, që di të pranojë mendimin ndryshe pa e marrë atë si një sulm personal. Shqipëria nuk mund të bëhet me një popull që shan çdo mendim të ri, që përbuz çdo njeri që ka sukses, që uren çdo gjë që është ndryshe. Shqipëria është shtëpia jonë. Ne kemi nevojë për një Shqipëri ku njerëzit të ndihen të respektuar për mendimet e tyre. Një Shqipëri ku rrjetet sociale nuk janë kazani i urrejtjes, por hapësirë debati e respekti. Një Shqipëri ku nuk të duhet të largohesh me mendje, e më pas me trup, për të pasur një të ardhme. Ky vend duhet të fillojë të respektojë njerëzit e vet, përndryshe do të vazhdojë të humbas më të mirët e saj dhe do të mbetet gjithmonë në tranzicion, një vend i mbushur me komente urrejtjeje e mlefi, por bosh nga dija, kultura dhe dashuria për jetën. Nëse duam që Shqipëria të bëhet më e mirë, duhet të fillojmë nga vetja, të mësojmë të respektojmë mendimin e tjetrit, të mos ushqejmë urrejtjen dhe të mos e lëmë ignorancën të na sundojë. Vetëm kështu Shqipëria mund të bëhet shtëpia që meriton çdo shqiptar.